Hoxhë nderuar, këtu kemi një problematik tjetër. Thotë selam aleikum, na shkruan një shikues dhe na tregon për një breng që ka. Ai thotë se a lejohet gruaja të merr ilaçe kundër shtatzënisë para se të bëhen 3 muaj, pra para se të ndihet fëmia i gjallë. Sepse ai ka dyshime se gruaja e tij ka mbetur shtatzën prej 20 ditëve, pra ka mbushur 20 ditë dhe ka përdorur ilaçin kundër shtatzënisë. Shikuesi shton gjithashtu se ajo që i ka shtyrë të bëjnë këtë është se ka një fëmijë 5 muajsh dhe u duket shumë afër për fëmijën tjetër dhe kjo është më mirë për shëndetin e gruas. Si mund të na këshilloni, thotë, dhe nëse ka mundësi të na informoni më tepër rreth kësaj çështje. Ai lutet Zotit që t'i falë nëse kanë bërë gjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Me sa kuptohet nga pyetja, tash jemi duke bisedu për një proces veç të përfunduar, të kryer, që ka ndodhur dhe sikur shikuesi dëshiron të di thjesht a ka bërë gabim apo jo. Jo që jemi në situatën kur do të mund ta ndryshojmë vendimin e tyre. Sido që të jetë, do ta drejtojmë një aspekt se fëmiu ose embrioni fetusi ndihet i gjallë ose i vjen shpirti pas 4 muajve, 120 ditëve, jo pas 3 muajve siç ka përmendur këtu. Në fakt ka mendime të ndryshme të dietarëve lidhur me lejimin e abortit në përgjithësi, pastaj abortit për rrethana të caktuara në veçantë. Ka disa dietar, nuk janë pak në numër, janë shumë dhe të njoftun, janë dietarët e mëdhëbeve në fakt që për hir të realitetit këtë duhet ta përmendin, që abortin deri në ditën e 40, pra në etapën e parë e lejojnë. Sidomos nëse arsyeja siç kanë përmendur këta është e justifikueshme, është e pranueshme, pra për nanën e cila ka një fëmijë përgjiri, do të ishte e vështirë që të njëjtën kohë të jesh shtatzën, sepse do të ketë debalancë të aspektit biologjik të trupit të saj dhe në fakt mos flasim për mirëmbajtjen e fëmijës që tashmë ka 5 muaj, i cili më vonë do të jetë 10 muaj, 12 muaj dhe nëna do të vështirësohet edhe më tepër, pra kur kjo duhet të kujdesi për tjetrin që është më i vogël, që në fakt fëmia i vogël deri në një moshë të caktuar, nuk do të themi 2, 3 apo 5 vjet, kjo varësisht prej rrethanave kush në familje dhe ndihmës së mundshme prej anëtarëve të tjerë, sido që të jetë ne mund të themi me përgjithësi se fëmijët kanë nevojë për përkujdesin sidomos të nënës në një periudhë pak më të gjatë. Andaj rasti sikur ky do të ishte i justifikueshëm tek këta dietar që të ndodhte një gjë e tillë. Ndërka ka dietar të tjerë që abortin në asnjë mënyrë nuk e lejojnë, do të lejojnë gjitha mjetet kontraceptive për pengimin e abortit, pra që të përdoren barna ose mjetet të ndryshme që e pengojnë shtatzëninë paraprakisht, mirë por nëse ndodh pra fekondimi i qelizës mashkullore me atë femërore, atëherë ata kjo pjesë dietare në asnjë mënyrë dhe pa asnjë arsye përveç nëse ka deformime fetusi ose rrezikohet shëndeti i nënës, pra për arsye të tilla e lejojnë, në të kundërtën nuk do të lejonin abortin fare. Pra rasti në fjalë është në mesin e këtyre dy mendimeve të dietarëve që në fakt disa të tjerë, pra ata të parë që në numër janë më shumë, nuk e trajtojnë fare fajtor, këta të dytit e trajtojnë fajtor për gjendjen që e kanë, sido që të jetë, megjithatë është më mirë që këta ta bëjnë atë që edhe kanë shprehur në pyetje, pra të kërkojnë falje te Allahu që o Allah, nëse kemi gabuar dhe kemi shpreh pakënaqësi me vendimin tënd, atëherë na fal ne. Thjesht është shumë e rëndësishme që kjo të mos ketë ndodhur nga frika prej varfërisë, po të ketë ndodhur për hir të edukimit të fëmijëve që do të ishte mas e justifikueshme.